Një seri shpërthimesh me bomba në rajonet qendrore të Irakut i kanë marrë jetën të paktën 73 personave, duke rikthyer hijen e terrorit në një vend që e ka vuajtur për një kohë të gjatë peshën e sulmeve vdekjeprurse. 16 janë viktimat në Bakuba, kryeqendra e provincës Diyala, të gjithë të vrarë ndërsa merrnin pjesë në ceremoninë mortore të një milici sunit pro-qeveritar. 9 autobomba shpërthyen në pjesë të ndryshme të Bagdadit duke marrë 37 jetë njerëzishe duke plagosur 10 të tjerë. Situata në kryeqytet është kaotike. Në gjithë vendin ka pasur një shtim të dhunës sektare vitin që shkoi në nivele të cilat nuk ishim parë që prej 2007-s. Kombet e Bashkuara thonë se 7800 civil dhe 1050 pjesëtar të forcave të sigurisë humbën jetën gjatë 2013-s. Vetëm muaji dhjetor shënoi 760 të vdekur. 13 vet, përfshirë 9 ushtar, u vranë gjatë sulmeve të fundit në dhe përreth qytetit të Mosulit, sipas agjencisë franceze të lajmeve AFP. 6 nga ushtarët vdiqën prej një bombe të vendosur në rrugë pranë Ain al-Jahas. Spirali e re e dhunës vjen në kohën kur situata në qytetin e Falluxhës në perëndim të Bagdadit vazhdon të mbetet e nder. Përplasjet mes forcave të sigurisë dhe militantëve sunit të lidhur me Al-Qaeden, që morën kontrollin e saj 2 javë më parë, vazhdojnë me të njëjtin intensitet. Militantët ndërmorën një ditë më parë sulme të koordinuara në veri të qytetit, gjatë të cilave shkatruan 2 tanke dhe më syn një komisariat policor. Kryeministri shiit i vendit Nouri al-Maliki është zotuar ta zhduk nga rrënjët grupin e njohur si Shteti Islamik për Irakun dhe Sirinë, por e përjashton idenë e një sulmi frontal në Falluxha dhe i ka bërë thirrje banorëve të detyrojnë militantët të largohen. Ndjekësit e këtij grupi raportohet të kenë përparuar ndërkohë edhe në Ramadi, kryeqendra e provincës së Ambarit, të cilin e morën shkurtimisht nën kontroll në fillim të muajit, por më pas u zbrapsën nga forcat e sigurisë dhe milicët pro-qeveritar Zava.